Pasi të ndahen prindrit, fëmija shkojnë me nanën e vet. Atëmirësisht, në këtë pikë edhe ligjet e Kosovës edhe ndoshta krejt ato evropiane, se dje ka ndonjë përjashtim, janë të këtij mendimi se fëmiu pas ndarjes së prindërve i takon nanës, ndërsa baba duhet të përkujdeset për te. Dhe kështu veprojnë, obligojnë babën me përkujdes për fëmijë. Dhe janë nale pek kantës të bankës, ja qesin kantët të fëmijut. Që me ato pare, nana e fëmijut me përkujdes për te. Kjo pra është përputhshmëri plot me ligjet, është e fesë islame. Kjo sipas fesë tonë duhet të vazhdoj derisa të bën fëmiu 7 vjet. Për të bën djali 7 vite, duhet të kthehet te baba. Ndërsa vajza duhet të qëndroj edhe me te nana derisa të bëhet për martesë. Kur bëhet për martesë, edhe e duhet të kthehet te baba. Baba e fejon, e marton, e qet në kerr, e qen në fakt vet. Pra, nëse nana dën, i merr fëmijët. Nëse nana nuk dën, i kthehen babës. Kjo deri moshën 7 vjeçare. Po që se nana refuzon, në mënyrë automatike fëmia i takojnë babës, sepse baba nuk mundet me thonë pejdu s'pejdu, atësara do të me i dasht. Tina janë, nana ka të drejtë me thonë pejdu ose s'pejdu.